Çmimet e banesave janë rritur pothuajse çdo vit në Kosovë, por ato prekën kulmin në 2 vite konkretisht. Sipas statistikave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ndryshimi mesatar vjetor i çmimeve të banesave gufoi në vitin 2022 me rritje prej 4.5%. Ky vit pasohet nga 2024 me 4% dhe 2023 me 3.7%, duke reflektuar kërkesë të lartë dhe zgjerim të qëndrueshëm të tregut të banimit. Rritje më të moderuara janë regjistruar në vitin 2021 2.4% dhe në vitin 2019 2.1%, ndërsa rënja më e ndjeshme është parë në vitin 2020 me vetëm 0.2%, pasi tregu u ngadalsua për shkak të pandemisë COVID-19. Në Prishtinë, sipas të dhënave nga tregu i patundshmërive, çmimi për metër katror lohatet midis 1.200 dhe 2.500. Jashtë kryeqyteti 700 deri në 900 euro. Shënjestër.net